Kapitulli i 8. Shëndeti dhe ligji i tërheqjes. Trupi është produkti i mendimeve tona. Mendimet e shëndetshme pasqyrohen edhe tek trupi. Mendimet tona ndikojnë pamjen e trupit, funksionimin e hormoneve dhe shëndetit. A e dini çfarë është efekti placebo? Placebo janë kapsula të mbushura me sheqer ose lëndë neutrale dhe që nuk përmbajnë asnjë lëndë aktive. Nëse ju japin placebo si ilaç, nëse besoni se ky ilaç do t'ju shërojë, atëherë me të vërtetë shëroheni. Kërkimet që janë bërë mbi efektin placebo janë shumë shpresdhënëse. Mbështesim çfarë shpjeguam deri tani. Faktori më i rëndësishëm i shërimit është mendja e njeriut. Në mendjen e njeriut të sëmurë ka vazhdimisht mendime që shkaktojnë sëmundje. Sëmundja nuk është diçka që na ndodh, pavarësisht se mund të na interesojë të mendojmë kështu. Jemi vetë përgjegjës për çdo dimension të jetës. Në fakt, nuk ekzistojnë shumë sëmundje, por vetëm një e tillë. Kjo sëmundje shfaqet e ndryshme tek çdo njeri. Por ama, burimi i të gjithave është i njëjtë, mendimet negative dhe stresi. Sëmundjen e shkaktojmë ne vetë, por ne jemi ato që do e shërojmë. Doktorët dhe ilaçet mund të jenë vetëm ndihmues të forcës natyrale shëruese të trupit tonë. Qeshja është ilaçi më i mirë. Për sa kohë sistemi jon imunitar funksionon siç duhet, ka forcë të eliminojë çdo lloj mikrobi, virusi apo bakteri. Sëmundja nuk mund të ekzistojë në trupin e një njeriu me mendime të shëndetshme dhe me mendime e gjendje shpirtërore të shëndetshme. Trupi jon, çdo sekond, eliminon me miliona qeliza dhe krijon të reja. Disa pjesë të trupit tonë rinovohen brenda pak orëve, disa brenda pak ditësh, disa brenda pak muajve, e disa të tjera brenda vitesh. Lëndët e panevojshme dhe toksinat nxirren vazhdimisht jashtë trupit me anë të sistemit limfatik. Çdo 7 vjet kemi një trup të ri për të rirë. Nëse keni një sëmundje, po të fokusoheni dhe të flisni vazhdimisht rreth saj, nuk shpëtoni dot prej sëmundjes. Sëmundjet e pritshmërive. Duke u fokusuar tek sëmundja, shkaktoni më tepër sëmundje. Her pas here lexoni lajme për njerëz me sëmundje të pashërueshme e që doktorët i kanë humbur shpresat për jetën, por që ja dalin ta mposhtin krejtësisht sëmundjen e t'i kthehen shëndetit të mëparshëm. Këta njerëz nuk i janë rikthyer shëndeti duke qëndruar ulur e duke i ardhur keq për veten e tyre. Gjatë procesit të shërimit kanë mësuar të vlerësojnë veten. Kanë ndryshuar mendimet, këndvështrimet, mënyrën e të ushqyerit dhe të frymëmarrjes. E kanë ndërtuar veten e tyre nga e para. Kjo forcë gjendet brenda çdo njeriu, por jo gjithkush e përdor këtë forcë. Thoni se dëshironi të keni një jetë të gjatë e të shëndetshme, por nga ana tjetër thoni se askush nga familja juaj nuk ka jetuar më gjatë se 65 vjeç. Për sa kohë të ekzistojë brenda jush frika se nuk do të jetoni dot më shumë se 65 vjeç, atëherë fjalët tuaja se dëshironi të jetoni gjatë dhe me shëndet të plotë nuk kanë një ekuivalent energjetik. Nuk mjafton vetëm të thoni se çka dëshironi. Duhet që me anë të mendimeve dhe ndjenjave të shtoni vibrimin e forcës magnetike të qenies suaj. Ka me të vërtet njerëz që për arsye se babai ka vdekur në moshën 49 vjeçare nga kriza e zemrës, kanë qenë të bindur se kur të arrin këtë moshë do të vdesin në të njëjtën mënyrë dhe kështu ka ndodhur me të vërtetë. Elvis Presley ishte i bindur se do të vdiste në moshën 42 vjeçare, sepse edhe nëna e tij, të cilën e adhuronte, kishte vdekur 42 vjeçare. Elvisi vdiq vërtet 42 vjeç. Madje nga versioni i lejuar i drogës që i kishte hapur luftë, për trupin nuk ka asnjë dallim mes drogës së lejuar që merret me recetën e mjekut dhe asaj të jashtëligjshme. Ndryshon vetëm në xhepat e kujt shkojnë parat.
Dhënia funde e jetës me anë të vetvrasjes në disa familje vazhdon për brejsa me radhë. Njerëzit pandejnë se shumë sëmundje janë gjenetike dhe për arsye se në ditët tona, kjo bindje është shumë e përhapur. Zakonisht preken nga sëmundja e prindërve të tyre, po në të njëjtën moshë. Kjo gjë ua përforcon akoma më shumë bindjen se sëmundja është e trashëgueshme. Gjithashtu, edhe bota e biznesit të mjekësisë përdor çdo lloj manipulimi për të na bërë të mendojmë se çdo gjë shkaktohet nga gjenet. Sepse u duhet të shesin ilaçet. Mundohen të mbushin mendjen njerëzimit se madje edhe depresioni e mbi pesha shkaktohen nga gjenet. A i keni menduar ndonjëherë se sëmundjet që quhen të trashëgueshme janë sëmundje të pritshmërisë? Për arsye se janë të bindura se kanceri i gjirit është i trashëgueshëm, ka familje ku prej brezash të gjitha femrat preken nga kjo sëmundje. Të mendosh, shumë prej familjes time mund t'jen kapur nga kjo sëmundje, por unë jam shumë e vetëdijshme për sa i përket mënyrës së ushqyerjes dhe shëndetit. Kam një jetë shumë më të ndryshme se kushtet e tyre. Nuk ka asnjë lidhje mes shëndetit tim dhe shëndetit të familjes time. Dhe kjo është një zgjedhje tjetër. Secili mendim, duke u përsëritur vazhdimisht, kthehet në bindje. Kjo bindje mund të jetë edhe unë do të prekem nga kanceri i gjirit, por mund të jetë edhe unë jam e shëndetshme, jam ndryshe nga familja ime. Një fjali e ripërsëritur, qoftë pozitive apo negative, pas një farë kohe fillon të formojë rrugë të reja nervore në mendjen tonë. Atëherë, fillojmë të ndjejmë e të veprojmë në përputhshmëri me këtë mendim. Njeriu nuk është një viktime pambrojtur e përbërjes gjenetike të paraardhësve të tij. Gjenet përcaktojnë rrugët e mundshme, nuk përcaktojnë zgjedhjet dhe mënyrën e jetesës. Çdo problem shëndetësor, madje edhe aksidentet që na ndodhin, i shkaktojmë vetë. Këtë e bëjmë me anë të bindjeve tona të ndërgjegjshme, por edhe me ato të subkonsciencës. Kapitulli 9. Marrëdhëniet dhe ligji i tërheqjes. Çfarë marrëdhënie jeni duke jetuar? Cila është pika e përbashkët e marrëdhënieve që jeni duke jetuar dhe atyre që keni përfunduar më parë? Sa herë keni thënë, këtë herë kam gjetur njeriun e duhur, por përsëri marrëdhënia ka përfunduar me zhgënjim. Ligji i tërheqjes punon edhe për ju, por edhe kundër jush, një lloj si ligji i gravitetit. Ligji i gravitetit ju mbron të mos fluturoni andej këndej, por në rast se përkuleni shumë në buzë të greminës, i njëjti ligj mund t'ju marrë jetën. Nëse mendoni se marrëdhënia ju lodh, atëherë vazhdoni të jetoni marrëdhënie që ju lodhin. Nëse mendoni se të gjithë partnerët e mirë janë të zënë, të lirë kanë mbetur vetëm ata që nuk ju hyjnë në punë. Atëherë, kur njiheni me ndonjë person i cili ju pëlqen dhe mendoni të formoni lidhje me të, atëherë vini re se me të vërtetë ai është i zënë. Nëse mendoni se meshkujt tërhiqen prej jush vetëm prej bukurisë suaj, atëherë tërhiqni në jetën tuaj meshkuj që interesohen vetëm për bukurinë tuaj. Nëse mendoni se të gjitha gratë ju afrohen përpara tuaja, atëherë tërhiqni në jetën tuaj gra që interesohen vetëm përpara tuaja. Pranojeni se jeni një qenie me kreativitet. Jeni vetë ata që i tërhiqni këta njerëz në jetën tuaj. Sa herë keni jetuar marrëdhënie të ngjashme? Sa herë jeni përballur me të njëjtat përfundime? Sa herë miqtë tuaj kanë përfunduar në po të njëjtën mënyrë? Sa herë jeni zhgënjur? Për ta përdorur ligjin në favorin tuaj, mos u përqendroni tek gjërat që nuk i doni, por tek ato që i dëshironi. Edhe nëse nuk jeni të bindur se çfarë doni, të paktën e dini me siguri se çfarë nuk doni, apo nuk është kështu. Por, a nuk janë gjërat që doni e kundërta e atyre që nuk doni? Përqendrohuni tek e kundërta e gjërave që nuk dëshironi.
Gjithashtu, ka edhe disa gjëra që jeni të sigurt se i dëshironi, për shembull, të notoni ose të ngjiteni në mal ju mbush me energji, ju pëlqen të lexoni libra. Atëherë, mund të imagjinoni se edhe partneri i ëndrave tuaja merr kënaqësi nga këto gjëra në jetë. Çfarë ju bën të ndjeheni mirë? Në cilat ambiente ndjeheni energjik, rehat dhe të lirshëm? Cilët aktivitete ju mbushin me kënaqësi dhe emocione? Cilët janë ata persona pranë të cilëve ndjeheni mirë dhe bëjnë të dalë në pah ana juaj më e mirë? Bëni një listë me të gjitha këto. Në fillim, fokusohuni të bëheni një person me të gjitha këto veçori, sepse për t'u bërë magneti që do tërheq pranë vetes një njeri të tillë, në fillim duhet të krijoni forcën e tërheqjes së energjisë së ngjashme. Pasi të keni gjetur fjalitë e dëshirave, deklarojini ato me ndjenja, me entuziazëm, pa kurfar dyshimi, e duke i ndjerë me shpirt. Nëse në subkonsciencën tuaj keni bindje që e pengojnë realizimin e tyre, në fillim duhet i eliminoni ato. Dëshironi që marrëdhënia me të dashurin t'ju zgjas, madje dëshironi të martoheni me të? Por krahas kësaj mendoni, të gjithë njerëzit që dua mund të më braktisin. Do ta humbas edhe këtë lidhje. Dhe kështu jetoni me frikën se do ta humbisni të dashurin. Keni frikë se mos dikush tjetër do t'ju marrë të dashurin nga duart. Ndoshta në subkonsciencën tuaj ekzistojnë bindje të ngulitura që ju sabotojnë. Këto mund t'ju jenë ngulitur që në fëmijëri. Duke përdorur disa teknika është e mundur që ti ndryshoni ato. Rruga më e shpejtë për ta bërë subkonsciencën tuaj të përshtatet me ndërgjegjen janë teknikat psikokinesiologjike. Piki. Këto teknika mbështeten në mençurinë e trupit. Pra, në të vërtetë, informacioni i gjithçkaje ndodhet brenda nesh, vetëm se tani sapo e zbulojmë se si t'i arrijmë ato. Kur largohet pengesa e subkonsciencës son, atëherë sapo të përshëndrohemi tek diçka, vihet në lëvizje ligji i tërheqjes, më pas lëreni universin të mbështesë dëshirat tuaja. Bëhuni të durueshëm për sa i përket kohës. Fëmia lind për 9 muaj. Ne kurrë nuk nxitohemi për ta nxjerrë fëmijën nga barku i nënës që në muajin e 4 apo jo. Mungesa e durimit bën që gjërat dhe dëshirat tuaja të vonohen. Vibrimi i energjisë së miqve e të dashurve është ngjashëm me tonin. Çdo gjë që të rriqni në jetë, person, situatë, punë, gjendje shëndetësore, futet në jetën tuaj me anë të forcës magnetike. Secili prej nesh është një magnet i gjallë. Vibrimi i energjisë së miqve që kemi është i ngjashëm me tonin. Edhe nëse personaliteti, karakteri, statusi, mosha, gjinia, vendlindja e tyre është e ndryshme, përsëri, vibrimet e energjisë janë të ngjashme. Nuk ekziston që të bëhesh viktime shokut, sepse shokët janë pjesëtar të njëjtës familje vibrimi. E njëjta gjë vlen edhe për bashkëshortët a të dashurit. Te disa çifte mund të ndodhë që njëri partner të jetë i suksesshëm në studime, karrierë apo zitë shoqërore, ndërsa tjetri jo. Njëri mund të jetë dominues e tjetri shtypur, por kjo nuk e ndryshon faktin se kanë vibrim energjie të ngjashëm. Vibrimi i nivelit të ndërgjegjësimit të miqve të ngushtë, çifteve, është gjithmonë i ngjashëm. Ata që duken të kundërt janë si dy anët e të njëjtës monedhë, pavarësisht se shumë anë të tyre mund të duken të ndryshme, kanë të njëjtat parime dhe nivel ndërgjegjësimi. Në marrëdhënie dhe në shoqëri, shpesh bashkohen një tip i qetë me një tip plot gjallëri. Por, dy persona me nivele të ndryshme ndërgjegjësimi nuk mund të lidhin marrëdhënie bashk, ose ajo marrëdhënie nuk ecën dot. Sa mund të zgjas marrëdhënia një personi që është i hapur për eksperienca të reja me një person që është kundër kësaj?
A mund të ketë gjatësi marrëdhënia e një personi me shpirt të pasur me një person të varfër në shpirt? A mundet një njeri i thelluar të marrë kënaqësi nga marrëdhënia me një njeri të cekët? Sa më shumë të ndryshojë niveli i ndërgjegjësimit, aq më shumë shtohen gjërat e kundërta. Vëzhgojini me vëmendje njerëzit me të cilët jeni duke jetuar një marrëdhënie. Hidhini një sy personit me të cilin jeni martuar. Shikoni mikun tuaj më të ngushtë. Shikoni personin me të cilin flirtoni. Shikoni personat me të cilët kaloni kohë shpesh. Shikoni personat që i konsideroni si kundërshtar. Do të arrini të krijoni një mendim për nivelin e ndërgjegjësimit tuaj në këtë moment. Nuk jeni më të mirë ose më të këqij se ata. Gjërat e ngjashme tërhiqen njëra me tjetrën. Kapitulli 10. Ndërgjegjësimi mbi bollëkun dhe ligji i tërheqjes. Suksesi nuk është çështje fati, nuk vjen rastësisht, por njeriu që është i vetëdijshëm për bollëkun, ditë t'i shfrytëzojë mundësitë që i shfaqen. Vetëm arsimimi ose talenti nuk janë garanci e suksesit. Përparësinë e ka niveli juaj i ndërgjegjësimit. Niveli i lartë i ndërgjegjësimit ju mundëson të zbatoni ato që keni mësuar dhe ta përdorni talentin tuaj siç duhet. Njohja e bollëkut është pasuri shpirtërore. Njerëzit me vetëdijen e bollëkut janë punëtor, energjik, edhe vetë dhe ambienti që i rrethon janë të pastër, ata i kushtojnë rëndësi shëndetit të tyre. Njerëzit marrin kënaqësi në praninë e tyre, janë me humor, të frymëzojnë dhe tregojnë respekt ndaj njerëzve. Mirësjellja e tyre nuk është në varësi të pozitës së njerëzve, mund të gjejnë diçka për të folur me çdo person. Kanë veçori të nxjerrin gjithmonë në pah anën më të mirë të njerëzve. Këto veçori i bëjnë ata shumë tërheqës. Natyra jone e brendshme është e shëndetshme, e lumtur dhe e pasur. Të jetosh apo jo në përshtatje me të është thjesht një zgjedhje. Kjo zgjedhje është të zgjedhësh të mendosh me kthjelltësi, të ndjesh ashtu siç duhet e të sillesh mirë. A e dini se cilët mendojnë më tepër për paranë? Ata që kanë ndërgjegjësimin e varfër. Ata që kanë ndërgjegjësimin e varfërisë mendojnë se gjëja më e rëndësishme për të pasurit është paraja. Por, në të vërtetë, janë duke pasqyruar atë që mendojnë vazhdimisht vetë. Në psikologji ky quhet pasqyrim. Personat që kanë ndërgjegjësimin e varfërisë kanë si përparësi të tyre paranë. Në çdo hap që hedhin bëjnë llogarinë e parave, si burim të çdo problemi që kanë konsiderojnë paranë. Çështja e parave nuk ushqitet kurrë nga mendja, ashtu siç flasin vazhdimisht rreth seksit ata të cilët janë të pangopur me seksin. Sikur të kenë para, sa të lumtur që do t'jenë. Pavarësisht se dihet se paraja si e vetme nuk sjell lumturi, kjo e vërtet nuk funksionon për ta. Ata të cilët kanë ndërgjegjësimin e bollëkut nuk mendojnë vazhdimisht paranë. Paraja është rezultati natyral i mendjes dhe imagjinatës së pasur, punës, përpjekjeve dhe kreativitetit të tyre. Paraja është vetëm qershia mbi tort e atyre që e kanë me kohë një jetë të lumtur. Paraja, e cila është qëllimi i atyre që kanë ndërgjegjësimin e varfërisë, për ata të cilët kanë ndërgjegjësimin e bollëkut, mbetet thjesht një mjet. Ndodh që njerëz të tillë pyeten se ç'do të bënin po të fitonin çmimin e madh të lotarisë. Imagjinata e shumicës prej tyre nuk shkon përtej shtëpisë dhe makinës. Një shtëpi tjetër, një makinë tjetër, nga një shtëpi e nga një makinë për fëmijët, ndoshta ndërrojnë edhe ndonjë udhtim. Kufizimi i forcës së imagjinatës është një nga shenjat dalluese të ndërgjegjësimit të varfërisë. Dëshironi të fitoni më tepër para. Gjithmonë e përmend këtë, kështu thoni, por nuk arrini të bëheni dot të pasur. Mbi të gjitha jeni një njeri i mirë, punoni shumë, por ja që nuk
ja dilni dot. Ju vi në mendje shumë njerëz që janë bërë të pasur duke shfrytzuar e mashtruar të tjerët. Mund të mendoni, por si është e mundur kjo? Kaq energji të lartë kanë këta njerëz? Përgjigjja e kësaj është shumë e thjeshtë. Kur mashtrojmë ose shfrytëzojmë dikë, të njëjtën gjë ja bëjmë edhe vetes son. Në të vërtetë vjedhim dhe dëmtojmë veten tonë. Humbja mund të na shfaqet në mënyra të ndryshme, mund të humbasim shëndetin, reputacionin, statusin social, mund të na humbas qetësia në familje e në jetë. Humbjen mos e mendoni vetëm në vlerë monetare. Ky do të ishte një këndvështrim tepër i kufizuar. Një person që e ka fituar pasurinë e tij me shumë mashtrime për arsye shëndetësore mund të mbetet i detyruar ta ngopi barkun vetëm me barishte. Ky është pikërisht një shembull i varfërisë në mes të pasurisë. Një njeri i tillë, me shumë pikëllim, mund të mendojë, çfarë nuk do të kisha dhënë për një sofër të mbushur plot e përplot. Sa ndjenje mrekullueshme është ta kesh mendjen e qetë dhe shpirtin të çliruar çdo mbrëmje kur e vendos kokën mbi astëg. Është e vërtetë se ka shumë njerëz me ndërgjegjësimin e varfërisë, të cilët kanë vënë para të mëdha padrejtësisht në kurriz të njerëzve të tjerë, të cilët i kanë mashtruar. Por cili është çmimi i kësaj? Sëmundje të mendjes, të trupit, të ndjenjave, kompleksi i fajit, pagjumësia, frikra të ndryshme. A mund të ketë një mik të vetëm të vërtet një person i tillë? Marrëdhëniet e personave të tillë kanë si themel vetëm qëllimin e përfitimit. Nëse një njeri me ndërgjegjësimin e varfërisë në një mënyrë apo tjetrën ka arritur të grumbullojë pasuri, mbledh rreth vetes vetëm njerëz që kanë interes të përfitojnë prej tij dhe blen shoqërinë e tyre me para. Pra, një marrëdhënie e tillë s'është tjetër veç se një pazarllëk. Të mundohesh të ngopësh vetminë dhe nevojën për të qenë i rëndësishëm kundrejt paras. Parat shpërdorohen sa ndej këndej. Përse? Sepse edhe vetë mendon se nuk e meriton pasurinë që ka. Pasuria që ka nuk është pasurimi i unit të tij. Këtë pasuri e zotëron pa u bërë. Në këtë rast, zotërimi ka ndodhur përpara se të ndodhë bëhu. Nuk ka arritur ta përtyp dot. Në një panajër libri, një grua e veshur mirë, mu përpara syve të mi mori dhe futi në çantë një libër rreth spiritualizmit, pa bërë pagesën dhe u largua me hapa të shpejtë. Si mendoni? A është e mundur që kjo grua të përfitojë nga dituria e një libri që e ka marrë pa paguar? Subkonscienca nuk ja lejon këtë gjë. Vjedhja është ndërgjegjësimi i varfërisë. Ky ndërgjegjësim do të tërheqë vazhdimisht në jetën e njeriut humbje dhe mungesa. Djath falas gjendet vetëm në qarkun e miut. Njeriu që ka ndërgjegjësimin e pasurisë nuk kërkon kurrë asgjë falas, kurrë nuk përpiqet të marrë hakun e punës, kohën, njohuritë, pasurinë e dikujt tjetër pa e paguar fare ose duke paguar më pak se vlera. Një njeri që ka ndërgjegjësimin e pasurisë kurrë nuk merr diçka fshetas. Nëse shitësi i dyqanit i ka kthyer kusur më tepër, nuk e fut kurrë atë në xhep me dijeni, nuk bën lidhje paralele në shtëpinë e tij për të mos paguar faturën e energjisë elektrike. Kur takohet diku me njerëz, kapitali të cilëve është dituria, nuk përpiqet të marrë prej tyre informacion pa pagesë. Një veprim i tillë është mungesë e madhe respekti ndaj atyre që kanë profesion të tyre dijen. Fjala u thulla falas është më ëmbël se mjalti, është pikërisht fjala e atyre që kanë ndërgjegjësimin e varfërisë. Mund të pasurohemi e të jetojmë në bollok pa dëmtuar askënd. Shumica e njerëzve vazhdimisht vjedhin veten e tyre, vjedhin qetësinë, shëndetin, gëzimin, kënaqësinë, frymëzimin, lumturinë, buzëqeshjen e vet. Disa njerëz mund të thonë se nuk kanë vjedhur kurrë, por a është e vërtetë kjo? Në çdo moment kur nuk i durojmë dot të tjerët, i urrejmë, jemi xheloz ndaj tyre, nuk përtypim dot suksesin e tyre,
vjedhim prej vetes son. Largojini këto mendime e këto ndjenja nga mendja dhe shpirti juaj, zëvendësojini ato me mendimet e ndjenjat e duhura. Përse humbasin njerëzit e mirë? Disa njerëz të cilët shoqëria i cilëson njerëz të mirë, përjetojnë humbje pas humbjeje. Ata janë njerëz të mirë si pasyrit të kësaj bote, paguajnë taksat, u binden ligjeve dhe njihen si njerëz altruist, por në brendësi të tyre këta njerëz nuk e durojnë dot pozitën, pasurinë, dashurinë, shoqërinë, marrëdhëniet dhe lumturinë e njerëzve të tjerë. Disa njerëz, pavarësisht se mund të mos kenë vjedhur kurrë, nëse do t'u paraqitej rasti ose nuk do të kishin frikë, e kanë kapacitetin për ta bërë diçka të tillë. Pra, po të ishin të sigurt se nuk do të kapeshin, do të vithnin. Një strukturë të tillë mendimi tërheq në jetën e tyre sharlatan dhe mashtrues. Përpara se një hajdut i huaj të vjedh prej nesh, në fillim vjedhim veten tonë. Hajdutin e jashtëm e fton hajduti që kemi brenda. Ju mund të mendoni se nuk keni vjedhur asgjë. A keni çuar ndonjëherë në shtëpi kapse, letra apo sende të tjera të vogla nga zyra? I bëni telefonata personale duke përdorur telefonin e zyrës? Po libra ose muzikë të piratuara, a keni bler ndonjëherë? Po kohën, a ja vidhni dikujt tjetër? A e dëmtoni personalitetin e njerëzve të tjerë me shpifje smir, ndjenjë hakmarrjeje? A e tradhtoni gruan ose të dashurën? Të gjitha këto janë të rëndësishme. Mesazhi që i japim universit është ky. Unë nuk meritoj gjëra të mira në jetë, duhet të marr e të vjedh fshehurazi. Duhet të mashtroj të tjerët. Ishte një njeri i ndershëm që punonte si arkëtar në një bank. Nuk mendonte kurrë të vidhte para. Por ky kishte një marrëdhënie të fshehtë. Duke plotësuar kërkesat ekonomike të dashurës, nuk arrinte të plotësonte dot nevojat e familjes. Jetonte me frikën se lidhja e tij do të merrej vesh. Përveç frikës, e kishte mbuluar edhe një ndjenjë madhe faji. Aty ku ekziston ndjenja e fajit, ka gjithmonë frikë. Frika bëhet shkak i tendosjes së muskujve dhe ngushtimit të damarrëve të gjakut. Frika ta ndryth jetën. Burri u sëmur nga sinoziti kronik. Mjekimet që merrte e lehtësonin vetëm përkohësisht. Shërimi nga sëmundja varen nga shkëputja e marrëdhënies së fshehtë që i shkaktonte ndjenjën e fajit, por ai tha se nuk e bënte dot një gjë të tillë. Ishte përpjekur, por nuk ja kishte arritur dot. Mendonte se e dashura ishte shpirti i tij binjak. Vazhdimisht fajsonte dhe gjykonte veten e tij. Një ditë e prori e fajsoi se kishte përvetësuar paratë të bankës. Situata ishte serioze, faktet ishin kundër tij. E kishte kapur paniku e nuk po dinte si të vepronte. Pikërisht, në atë moment e kuptoi se fajsimi pa të drejtë që po i bënin shkaktohej nga fajsimi dhe gjykimi që i bënte vetes. Arriti ta kuptoi se si funksionon mendja. Ai që fajsohet në botën e tij të brendshme, fajsohet edhe nga bota e jashtme. Nga paniku i shkaktuar prej fajsimit se kishte vjedhur, ndërpreu marrëdhënien që kishte me të dashurën. Filloi të bënte konfirmime me veten e tij që të dilte në pah e vërteta. Më në fund, e vërteta u mor vesh. Problemet u zgjidhen në ndritën e së vërtetës. U mor vesh se fajtori ishte një punonjës tjetër i bankës. Arkëtari arriti t'i shpëtoi burgut në sajt të ndërgjegjësimit dhe konfirmimeve të tij. Nëse e dashura do të kishte qenë me të vërtetë shpirti i tij binjak, a do të kishte arritur të ndahej prej saj? Mbi të gjitha, a do ta ndjente nevojën ta mbante të fshehtë lidhjen me të? A do të arrinte ta bënte dot diçka të tillë? Në çfarë gjendje shpirtërore ndodheni kur thoni se dëshironi më shumë para? I lumtur, entuziast, i nervozuar, i pa shpresë, i irrituar apo i mërzitur?
Ka mundësi të jeni xheloz ndaj atyre që janë të pasur. Kjo çështje shkakton tek njeriu trazim emocional më tepër se çdo gjë tjetër. Madje, ka njerëz të cilët nuk ndjehen rehat kur hapen tema në lidhje me paran. Për shumë njerëz, ti pyesësh për moshën duket më pak kërcënuese se sa ti pyesësh sa para fitoni. Mund të ndryshoni çdo gjë në jetën tuaj. Ka njerëz që kanë arritur të ndryshojnë çdo gjë. Në numër të vogël, por i vogël është numri atyre që e përdorin me dijeni ligjin universal. Ky numër i vogël nuk është për shkak të vështirësisë së aplikimit të ligjit universal, por për shkak të dembelizmit të njerëzve, jetës, nën efektin e egos dhe pritshmërive që gjërat tu bien të gatshme nga qielli. Hidhini një sy gjendjes së botës në ditët e sotme. Njerëzit shpresojnë të fitojnë para lehtësisht, shpresojnë të zërgjumi, të zgjohen, të humbasin peshë, ose të shërohen vetëm duke pirë një kokër ilaçi. Shpresojnë të fitojnë famë e pushtet lehtësisht. Shumica e njerëzve zgjedhin të jetojnë brenda kornizave të besimeve të tyre fetare, politike, ideologjike. Shumica e njerëzve nuk i honepsin dot ata të cilët bëjnë një jetë ndryshe nga bindjet e veta. Madje as ata që mendojnë ndryshe. Dhe ligji universal bën punën e vet. Nëse një mendim është i përshtatshëm me ligjin universal, sjell tek ju prehje, qetësi dhe çlirim. Shton dashurinë brenda jush. Nëse një mendim nuk përshtatet me ligjin universal, atëherë shkakton tek ju ngurtësim, shqetësim dhe paragjykim. Rrit frikën brenda jush. Nëse doni ta dini a përshtaten mendimet tuaja me ligjin universal, ndikimi që sjellin ato në jetën tuaj janë peshorja juaj. Kushtet e jetës tuaja janë një tjetër peshore. Ndjenjat tuaja nuk gënjejnë kurrë rreth qarkullimit të energjisë. Ndikimi i periudhës së fëmijërisë. Në periudhën e fëmijërisë, mendimet, ndjenjat, gjendja juaj shpirtërore ndikohen nga atmosfera brenda familjes dhe në përshtatje me atë atmosferë përvetësoni frikën, shqetësimet, bindjet e kota, dogmat fetare të prindërve tuaj. Për shembull, çfarë dëgjon vazhdimisht në shtëpi fëmia i një familje të varfër? Nuk kemi para, mos kërko asgjë se nuk kemi para. Nuk na mjaftojnë parat, do të mbetemi pa bukë. Ajo që dëgjon vazhdimisht ky fëmijë është mjerimi, ankimi, ankthi, ajo që vëre, frika e mbarimit të parave. Fëmia i rritur në një atmosferë të tillë është programuar me ndërgjegjësimin e varfërisë. Këndvështrimi i tij është se paraja është diçka e paarritshme ose shumë e vështirë për t'u fituar. Por, edhe një njeri i tillë, i kushtëzuar nga dijenia dhe bindja e varfërisë, e që është edukuar në shkollën e skamjes, mund t'i kapërcej këto kushtëzime e të bëhet i lirë. Për sa kohë njeriu nuk e merr përgjegjësinë e zotërimit të mendjes së tij, të vërtetat e shtrembruara, propaganda, frika dhe shqetësimet e botës së jashtme, bëjnë tek ai efektin e hipnozës. Vetëdia kolektive e njerëzimit është e mbushur me bindje, sëmundje, vdekje, fatkeqësi, aksidente, pasukses dhe shumë fatkeqësi të tjera. Në vend që të dorëzohemi përpara të vërtetave të shtrembura të vetëdijes së njerëzimit, identifikoni mendjen dhe ndjenjat tuaja gjithmonë me të drejtën, që e ka kaluar testin e kohës. Brenda secilit prej nesh ka talent dhe forcë të cilat i kemi që prej lindjes. Lini këto në pah të dalin. Bëjni vetes pyetje të tilla: si mund ta përmirësoj veten time, si mund të bëhem më i dobishëm për ambientin që më rrethon, si mund të jap më tepër kontribut për njerëzimin.
Jetën tuaj arrini ta komandoni vetëm atëherë kur të filloni të jetoni jo sipas mendimeve të shoqërisë dhe asaj çfarë thonë të tjerët, por duke i vënë veshin zërit tuaj të brendshëm dhe duke u thelluar në vëzhgimet tuaja. Kur jetoni sipas të tjerëve, janë të tjerët ata të cilët e komandojnë jetën tuaj. Në univers, çdo gjë gjendet në sasi të mjaftueshme për të gjithë. Ta dish këtë është një ndërgjegjësim i bollëkut. Njeriu me ndërgjegjësimin e bollëkut bëhet bujar. Njeriu të bujar i pëlqen të jap, por e di masën, nuk di të shpërdoroj. Ndërgjegjësimi i bollëkut është produkt i dashurisë. Bindja se në univers nuk ka nga çdo gjë mjaftueshëm për të gjithë është ndërgjegjësim i varfërisë dhe shkakton pangopsi. Njeriu i pangopur është dorështrënguar, ndonjëherë bëhet shpërdorues. Pangopsia është produkt i frikës. Ndërgjegjësimi i varfërisë është produkt i frikës. Në univers ka burime sa për t'u mjaftuar të gjithëve. Ndërgjegjësimi i varfërisë na pengon t'i shohim këto burime. Ndërgjegjësimi i bollëkut vazhdimisht zbulon burime të reja. Universi mbush boshllëkun. Njeriu i ndërgjegjësuar për bollëkun e jetën e tij hap gjithmonë vend për të ren. Sepse e di parimin, universi nuk e pëlqen boshllëkun. Njeriu i cili e mban dorën të mbyllur për të shtrënguar fort ato që ka, nuk ka një dorë të hapur ku të mund të futet diçka tjetër. Nëse dëshironi veshje të reja, në fillim duhet ta boshatisni garderobën nga rrobat e vjetra. Nëse dëshironi partnerin ideal, në fillim duhet i jepni fund lidhjes që nuk ju përmbush. Nëse dëshironi të keni më tepër para, në fillim hiqni dorë nga shtrëngimi i fortë i atyre që keni nga frika se mos ju mbarojnë. Ky ndërgjegjësim nuk formohet duke e kërkuar, duke u ankuar apo duke u lutur. Në fillim hapni vend për gjën që dëshironi, në mënyrë që gjëja e re të gjejë vend kur të vi. Sekreti i kësaj është se atë të dëshironi në fillim, jepjani të tjerëve. Ndershmëria. Një nga faktorët kryesor që na pengon të ndryshojmë ndërgjegjësimin është të mos tregohemi të ndershëm. Ashtu si të silleni me njerëzit, ashtu si mendoni rreth njerëzve të tjerë të njëjta gjëra, ju kthehen mbrapsh, ju a kthen universi. Gjithmonë, kjo është forca krijuese e mendimit. Nga këndvështrimi i ligjit universal nuk ka ndonjë dallim midis asaj çka mendoni për veten dhe çka mendoni për të tjerët. Të gjitha janë në lidhje me ju, sepse këto mendime burojnë nga mendja juaj. Jehona e tyre do të pasqyrohet gjithashtu në jetën tuaj. Atë që merrni, ju nga jeta, merr edhe jeta nga ju. Atë që ju i jepni jetës, edhe jeta ju a jep juve. Kaq e thjesht. Hidhini një vështrim bindjeve tuaja që ju pengojnë qarkullimin e parave. Ndryshojini këto bindje dhe formoni të reja. Krijoni ndërgjegjësimin e bollëkut. Nëse dëshironi të jetoni një bollëk në fillim, duhet të keni ndërgjegjësimin e bollëkut. Kur të keni ndërgjegjësimin e bollëkut, paraja vjen. Paraja ikën, paraja vjen, një lloj si valët e detit. Paraja është në qarkullim të vazhdueshëm, një lloj si jetesa. Nuk keni nevojë të bëheni shumë i pasur. Askush nuk ka nevojë, por të jetoni mes bollëkut është e drejta juaj e natyrshme, është forca juaj. A është e mundur të jetosh në rehati pa u munduar? Një nga pyetjet që has më tepër në seminaret e mia është: me që pas kemi mundësi t'i realizojmë dëshirat tona me anë të ligjit të tërheqjes, a mund të fitojmë paratë që dëshirojmë pa u munduar fare, vetëm duke imagjinuar e duke ndjerë dhe duke pasur ndjenja të forta pikërisht për këtë gjë? Le t'i hedhim një sy fjalës mundim.
Fjala mundim i sjell ndërmend njerëzve termat si punë, detyrë, lodhje e tjerë. Mendojeni kështu. A tregoni mundim teksa jeni duke bërë diçka që ju pëlqen? Tek punët që bëni shprehni veten tuaj apo jo? Në vend të fjalës punë, përdorni shpreh veten time. Njerëzit që i shndërrojnë hobet e tyre në profesion janë njerëz që fitojnë para pa u munduar, sepse me punën që bëjnë fitojnë kënaqësi duke shprehur veten e tyre. Këtu qëndron sekreti. Çdo njeri mund të specializohet në një fushë që i dhuron kënaqësi e ta kthejë atë në profesion. Ka me miliona njerëz që kanë arritur ta realizojnë këtë. Ata janë njerëz që i thonë vetes, unë mund t'ja dal. Këta njerëz teksa bëjnë punën e tyre, shprehin vetveten. Për këtë arsye, ajo që bëjnë nuk u duket si punë. Ndoshta punojnë më tepër se njerëzit e tjerë, por kjo punë atyre u jep energji, jo lodhje. Më vjen gjithmonë në mendje kreativiteti një gruaje shtëpiake në Amerikë, e cila pëlqente të ndiqte telenovela romantike. Në atë kohë nuk kishte internet. Kjo grua filloi të botonte një revistë javore me përmbajtjen e telenovelave romantike për gratë e tjera të pasionuara, por që nuk i ndiqnin dot gjatë javës për shkak se ishin në punë. Revista e saj u pëlqye shumë. Kjo grua shtëpiake fitoi shumë para duke bërë gjën që pëlqente. Kreativiteti nuk ka fund. Nëse të gjitha detyrat që keni në jetën e përditshme i konsideroni si shprehje e vetvetes, atëherë barra e detyrës ju lehtësohet. Të shprehësh veten është më e lehtë se të punosh shumë. Nëse e dëshironi me të vërtetë, edhe ju mund të bëheni një prej tyre. Për fat të keq, ka shumë njerëz të cilët për shkak të mënyrës së edukimit ose kushteve ku janë rritur, nuk janë në dijeni të potencialeve që kanë dhe për këtë arsye e konsiderojnë veten të pasuksesshëm në jetën sociale. Teksa jemi duke shprehur potencialin ton kur humbasim plotësisht në magjinë e momentit, çdo gjë realizohet pa mundim. Një energji e tillë është shumë e fuqishme dhe në mënyrë të natyrshme tërhiqni bollëkun në jetën tuaj. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do qoftë puna që keni zgjedhur, sado e madhe apo e vogël qoftë, sado e komplikuar apo e thjeshtë qoftë, nëse përqendroheni 100% dhe e bëni me dashuri, suksesi është i pashmangshëm. Ky është ligji i natyrshëm. Të bësh një punë pa dëshirë e duke u ankuar na i shton akoma edhe më shumë gjërat që nuk na pëlqejnë. Edhe si kur ta ndryshojmë punën, as në punën e re nuk do të ndjehemi më ndryshe nga më parë. Një punë tjetër, një partner tjetër, një mundësi e mrekullueshme pune nuk kanë për t'ju bërë më të pasur. Ndërsa, po të filloni ta shprehni veten me anë të talenteve tuaja, kjo ka për t'ju sjell ndryshim në jetën tuaj. Pika ku fillon pasuria. Për një moment, mendoni sikur një doktori të suksesshëm i kanë vjedhur të gjitha orenditë e klinikës dhe diplomën. Besoj se nuk ka njeri që e kundërshton faktin se të gjitha dituritë i ka të ruajtura në mendjen e tij. Edhe pa orenditë e tij, ky doktor mund të vizitojë pacientët e tij, t'ua përcaktoj diagnozat, të operoj apo të mbaj konferenca rreth mjekësisë. Ajo që i kanë vjedhur janë orendit dhe jo dija dhe përvoja. Ato mund t'i zëvendësoj kur të doj. Pasuria e tij qëndron tek kapaciteti mendor, tek mundësia për të ndihmuar të tjerët, tek dëshira për t'u bërë i dobishëm për njerëzimin. Për sa kohë do të ndjeni dendur dëshirën për t'u bërë i dobishëm për njerëzimin, ta dini se do t'jeni gjithmonë të pasur.
dëshira për t'i shërbyer të tjerëve, dëshira për të ndarë aftësitë tuaja me gjithë botën, do të gjejë gjithmonë përgjigje në zemër të universit. Një burr kishte humbur gjithë pasurinë e tij gjatë krizës ekonomike, por vazhdonte të thoshte: "Humba çdo gjë që kisha. Brenda 4 vjetëve pata fituar $1.000.000, ikën të gjitha, por do t'i fitoj sërish. Kam humbur vetëm një simbol, jam I sigurt që do ta tërheq përsëri pasurinë e jetën time, ashtu siç tërheq mjalti bletën." Të ardhmen ton e gatuajmë dhe I japim formën me anë të mendimeve tona, me anë të ndjenjave dhe sjelljes son. Nëse dëshironi një të ardhme të mirë, atëherë zgjidhni mendimet, ndjenjat dhe sjelljet e duhura. Këtu, me të duhura, nënkuptoj mendime të dobishme që nuk dëmtojnë askënd, ndjenjat pozitive dhe sjelljet e mira. Me anë të mendimeve, ndjenjave dhe sjelljeve të duhura, mund të zgjidhni çdo problem e të kapërceni çdo vështirësi. Ju keni lindur për të fituar, forca dhe vetbesimi që ju duhet për të qenë të suksesshëm gjendet brenda jush. Emerson thot: "Njeriu është ajo çka mendon gjatë ditës. Me mendimet tona të vazhdueshme formojmë ligjet e mendjes son."